Po ne kemi demonstru që fitoria e Vlenit dhe fitore e shqiptarëve. Fitoria e Vlenit dhe edhe të kandidatëve të pavarur si Azem Sabikut, Mendil Qirës, Muhamet Mortezit dhe shumë figurave tjera. Dhe kjo është dallimi dhe ndryshimi i Vlenit dhe atyre tjerëve. Deri sepse partitë politike kur janë në qeveri të kurën, izolohen, ngushohen, dhe kur janë në opozitë hapen. Këto as në opozitë nuk hapen. Edhe në opozitë i reciklojnë fytyrat e njëjta, edhe në qeveri Vleni, edhe që është në qeveri, vetëm 15 muaj, ka vlerë shtuar, dhe me thonë me kandidaturat të pavarura, qoftë për kryetar komune, qoftë për kryetar këshilli, qoftë për pozicione tjera, në Vlen pra e bashkangjitë dhe vetëvendosja dhe arbëria, dhe ne themi hajde dhe tjera dhe strukturave të shëndotshme, kombëtare, politike, të cilët mund të kontribuojnë për të mirën e shqiptarëve, pra Vleni është ai i cili flet me një zë.